Atëherë kur hëna nuk ishte, pra kur hëna nuk ekzistonte. Po, dhe lind pyetja, në qoftë se hëna nuk ekzistonte, atëherë çfarë kishte? Dhe pyetja tjetër akoma më e rëndësishme. Atëherë, në qoftë se nuk kishte hënë, kjo hënë që është aktuale, çfarë hënë është? Pra, kjo është një nga ato teoritë konspirative tepër serioze që unë dua t'ju flas sot, sepse tregohet që hëna aktuale që kemi sot është një hënë artificiale, pra një hënë e vendosur. Po kush e vendosi dhe pse? Ndiqeni me vëmendje. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes dhe videos shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Atëre, çdo gjë nga kjo teori lindi nga disa shkrime dhe disa shkrime, pra të shkruara në përgur, dhe përveç shkrimeve të shkruara nga Aztekët dhe nga afrikanët, pra nga një popull i Afrikës shumë i vjetër, dhe njëkohësisht edhe nga populli Maja, sepse populli Maja e ka lënë në kalendarin e tyre. Përveç kalendarit, pra prisni sepse disa thonë që kalendari është një budallëk, por prisni me kujdes, sepse në kalendarin Maja ka edhe diçka tepër serioze që studiuesit e kanë zbuluar kohët e fundit dhe e kanë marrë tepër seriozisht. Por studiues autonom, sepse ata konvencional, pra ata që ne njohim, nuk do ta thonë kurrë dhe do t'ju them se përse. Dhe çdo gjë e filloi të kësaj teorie nga këto shkrime të vjetra. Çfarë ka ndodhur? Rreth 36.500 vite më parë, e përsëris 36.500 vite më parë, ka ndodhur një kataklizm. Pra një hën e vogël që ekzistonte në atë kohë, tani ata e kanë quajtur hën dhe kaq, pra këta popull të lashtë, që ekzistonte dhe destabilizoi atmosferën. Kjo hën që destabilizoi atmosferën e shkruar, e përsëris edhe një herë, bëri 360 eklipse në një vit. T'ja u përsëris, në një vit, hëna që ekzistonte, pra e vogla, bëri 360 eklipse. Po pse i bëri këto eklipse? Sipas studiuesve, këto eklipse u bën për shkak sepse erdhi një objekt tjetër në atmosferë, pra u fut një objekt tjetër. Dhe nga momenti që futet një objekt tjetër, sepse është, si mund t'ja u them unë, është si puna e derës, hap derën ti dhe futet ajër, e njëjta gjë. Futet një objekt, kur kalon një makinë me shpejtësi, lëviz ty apo lëviz dhe ajrin që është përreth teje. E njëjta gjë ndodhi edhe atëherë. Pra u fut një objekt, askush nuk e di se çfarë objekti ishte. Disa thonë që u vendos hëna që kemi sot. Megjithatë, pak rëndësi ka, të tjerë thonë që erdhi një objekt tjetër, pra një, si quhet, disa thonë anije kozmike, disa thonë që ishte gjigande, kurse disa thonë një planet tjetër. Një planet që kaloi në atë moment dhe një planet që bën pikërisht këtë, pra bën, si mund të quhet, riformatimin. Okay? Tani, kjo teori këtu është, le të themi, pak e prafërt edhe me shkrimet ose me pllakat sumere, sepse tregohet sipas studiuesve që Zakaria Sitchin ka gabuar një zero. Për sa i përket kësaj elektrikës, pra këtij planeti që quhet Nibiru, që vjen një në 3600 vjet përreth tokës. Studiuesit janë të bindur që është një në 36.000 vite. Jo njëherë në 3600 vite. Pra duhet shtuar një zero. Ky mendohet që është një lapsus që mund të ketë bërë Zakaria Sitchin për sa i përket civilizimit tjetër që erdhi nga Nibiru. Dhe përputhet në mënyrë perfekte me datacionin, sepse nëse sot është zbuluar që janë shkencore këto, rreth 36.500 vite më parë ka qenë një hën tjetër që ka destabilizuar atmosferën e tokës, pra kjo ka bërë që ky destabilizim krijoi edhe e thërmoi, me pak fjalë, këtë hën të vogël që ishte, e thërmoi. Tani pjesë të kësaj hëne tregohet që ka rënë në Amerikë dhe në oqean. Dhe Hyuta, mos gaboj, dhe pastaj
krejt papritur u shfaq një hënë tjetër. Por, jo në të njëjtin moment, kaloi kohë. Tani, pse kaloi kohë? Sepse, sipas gjasave, për të stabilizuar atmosferën e tokës, duhet që të kalonte një kohë dhe ajo që është më e rëndësishmja është që qoftë Maja, qoftë Aztekët dhe qoftë populli afrikan i lashtë, të gjithë thonë të njëjtën gjë. Atëherë kur hëna nuk ishte, pra atëherë kur hëna nuk ekzistonte. Dhe pyetja është, si ka mundësi që ata, pra ne kemi marrë shumë mësime nga këta të lashtët, që ata esnin me kalendarin hënor dhe kontrollonin çdo gjë me hënën dhe në një moment të caktuar hëna u zhduk. Si është e mundur? Pra, nga shkrimet që ata kanë lënë, tregohet që hëna me të vërtet nuk ekzistonte. Tani, teoria që ka dalë kohët e fundit është që hëna që ishte më përpara është zvendësuar me një hënë tjetër, atë që shohim sot. Pra, një hënë që shohim sot, kjo e madhja, sepse dikur ishte hënë më e vogël, të paktën kështu thuhet, sepse edhe nga eklipset e kryera, pra të bëra, edhe atëherë që ata kanë parë që kanë qenë 360 eklipse në një vit, pra rreth 36.500 vite më parë, ata mendojnë që hëna ishte shumë e vogël nga kjo, pra 1/3 e kësaj hëne. Dhe ç'ndodhi? Ata e shpërthyen kush e bëri dhe pse e bëri nuk dihet askush. Kjo është një teori, me një fjalë, që e themi ne. Pra dikush pretendon që kush ka krijuar hënën e shpërtheu atë hënë që ishte më përpara dhe bëri një hënë tjetër. Pra e di që këto duken si fantazira filmash, por dëgjojeni me vëmendje, sepse këto janë shkrime të datuara njëkohësisht edhe përveç shkrimeve janë të studiuara nga studios të sotëm. Studiuesit e sotëm nuk besoj që të gabojnë 100%, por unë mendoj që 50% të kësaj është e vërtet. Pse them është e vërtet? Sepse qoftë edhe shkencëtar rus që ndër vite kanë thënë që për ne hëna e keni edhe në disa shkrime, e kam bërë edhe në për libra biles, hëna është bosh brenda, keni që nga momenti kur ne kemi filluar që të studiojmë orbitën, që atëherë kanë filluar këto teori. Pra teori shkencore që thonë disa studiues që kanë qenë në orbit, ose disa të tjerë që kanë astronaut, thonë që për ne hëna është bosh. Tjetra, që është akoma më e rëndësishme, kur janë sa më shumë afrohen me një fjalë hënës, çdo lloj objekti, bile thuhet që edhe kur shkuan njerëzit, që për mendimin tim nuk kanë shkuar, përpara se të shkonin, me fjalë kur i afruan kishin probleme sepse kur i afrohesh hënës ka disa valë shumë të çuditshme. Dhe përveç kësaj, edhe radiot nuk funksionojnë në disa zona. Tani, pse po flasim për këtë? Sepse tregohet që ju bëra një video para kur ishte dije par dije që pretendohet që toka është një koloni. Një koloni e krijuar nga lirianët, pra nga një civilizim, le temi ata që baballarët e njerëzimit. Në fakt ata kur erdhën në planetin Tok, tregohet që planeti Tok ishte i pabanueshëm, ishte komplet me ujë dhe ata pastruan ujërat, disa thonë që këtë e bën reptilianët, askush nuk e di, por megjithatë u pastruan ujëra sepse ishte komplet me ujë, u hoq një pjesë e madhe e ujërave dhe si përfundim dolën disa kontinente që ta bënin të banueshëm dhe pastaj filluan që të sillnin specie, insekte, bakteri etj dhe pastaj krijuan njeriun sipas shëmbullimit të tyre. Pra kjo është teoria që mendohet që u popullua planeti. Dhe po e them këtë sepse disa pretendojnë që toka nuk është gjë tjetër veç se një koloni. Ja u thash dhe doja një diskutim të përbashkët. Ju çfarë mendimi keni? Ti heqim ato mendime me një fjalë jo për Zotin, jo për nuk e di, apo ato që vendosin tjetër ose edhe ato shkencore, por të mendojmë pra këto studime që kanë bërë studiuesit kohët e fundit dhe ju çfarë mendimi keni? Sepse jetojmë në këtë botë dhe duhet të informohemi. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbar.